që nëse ai nuk e zgjedh rrugën e shpresës, ai ka me zgjedh rrugën e dëshpërimit. Edhe sot është një fenomen që ka qenë në të kaluar, por ka qenë shumë i rrallë. Ndërsa sot na po e shohim këto ditë fenomeni vetvrasjes, që është një fenomen shumë i rrezikshëm. Do të thotë shumicën e rasteve vjen te humbja e shpresës, rezultati i humbjes së shpresës vjen derisa edhe jep fund jetës. E zgjedh atë rrugën që nuk duhet me zgjedh. Përderisa vetë profeti thotë në hadith që nëse është buk, e shihni që është buk kiameti, ka filluar do të thotë më shkatërruar çdo gjë. Edhe në dorën e ndonjërit për juve është një fidan, gati për të mbjell. Gati për të mbjell dhe të mbjell, por nuk ka shpresë që dikush ka me përfitu për tina, ka me hongër për ti. Po jo, me këta simbolizëm pejgamberi sa që pa marrë parasysh gjendjes, pa marrë parasysh rrethonave, nuk guxon me humb shpresën, se pasojat janë shumë të mëdha. Këtu është rreziku do të thotë kur njeriu e humb shpresën. Atëherë na duhet me kënd vetëdijshëm që pa marrë parasysh situatës Zoti ka pru shembuj shumë në Kur'an, cilët nëse nalesh edhe i analizon, thu me të vërtet në këtë gjendje a ka ndonjë si harish për me mbajt shpresë,